يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Falëndërimi I takon Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet janë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, por I kthehemi prapë me ligjëratat javore. Kësaj here duke filluar me suratul Balad, surja e vendit, do të thonë Allah Azza wa Jall Mekën e nderuar e ka përmend me këtë emër, vend. Mirë po e ka përmend në trajtën e shuar për me tregu se sa herë përmend Allah Azza wa Jall në Kur'an vendin është për qëllim Mekëja, sidomos në këtë sure që Allah Azza wa Jall një sure të plot e ka emërtuar në bazë të Mekës, mirë po me një emërtim tjetër. Pra me lenë Allah Azza wa Jall do të vazhdojmë këtë seri të ligjëratave për çdo javë. Prandaj të nderuar besimtar, padyshim se gjithçka të cilën Allah Azza wa Jall ka përmendur në Kur'an është shumë e rëndësishme, sepse është fjalë hyjnore, është fjalë e krijuesit tonë. Edhe çka është më e rëndësishme që Allah Azza wa Jall shumë ajete, shumë sure I ka fillu duke u betu në to. Pra duke e nis fillimin e sureve me betim, për me tregu Allah Azza wa Jall se është shumë e rëndësishme, është shumë e vlerëshme ajo të cilën Allah Azza wa Jall po dëshiron me thonë, me shpjegu, ose ajo të cilën Allah Azza wa Jall po dëshiron me urdhëru. Pra Allah Azza wa Jall, betimet e Allahut janë shumë të rëndësishme. Kretë Kurani është I rëndësishëm. Pra çdo fjalë, çdo gërm, çdo shkronjë e Kuranit është shumë e rëndësishme për neve, sepse është fjalë prej Allahut, prej krijuesit që na drejtohet neve. Mirë po Allah Azza wa Jall e forcon atë fjalën e vet kur betohet. Pra për me këtë tregu që kjo që cilën Allah Azza wa Jall dëshiron me e thonë në Kur'an është me të vërtet shumë e rëndësishme, qoftë ai urdhër të cilën Zoti e jep duke u betu është shumë I rëndësishëm, ose Allah Azza wa Jall kur betohet në ndonjë njeri që Allahu ka drejt mu betu në krijesa, pra Allah Azza wa Jall ka drejt mu betu në krijesa. Mirë, po na krijesat nuk kena drejt, është haram e ndaluar me u betu ndikan tjetër përpas Allahun Azza wa Jall. Pra Allah Azza wa Jall kur betohet në ndonjë njeri, në ndonjë krijesë, tregon që ky njeri ka vlerë edhe ka peshë tek Allah Azza wa Jall. Ose Allah Azza wa Jall kur betohet në ndonjë vend, dije që ai vend është me vlerë dhe I dashur tek Zoti I lartësuar. E prandaj Allah Azza wa Jall këtë sure e fillon duke u betu në Mekën e ndritshme. Pa Allah Azza wa Jall për me tregu që sa e rëndësishme është tek Zoti Mekëja, jo tek njerëzit, pastaj kjo është dytësore tek njerëzit, mirë po për me tregu fillimisht se sa është shumë e rëndësishme tek Allah Azza wa Jall Mekëja, pse Allah Azza wa Jall me urtësinë e tina e ka zgjedhur atë vend I cili është kretin. Domethënë syri nuk lakmon, mirë po lakmon pasi që është bërë I shajt. Pasi që Allah Azza wa Jall I ka dhënë vlerë, atëherë zemrat e njerëzve, syri I njeriut lakmon me shku me vizitu atë vend. Pra me shijuat atë ndjesin, atë iman dhe cilën të jep ai vend I bekuar. Prandaj Allah Azza wa Jall thot: La uqsimu bi hadha al-balad. Betohem në pasha ose betohem në këtë vend është për qëllim Mekja. Pra ju ka drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po dhe gjithë njerëzve duke thonë unë betohena në këtë vend. Pra unë betohena në Mekën e ndritshme. Betohena për shkak se Allahu ka dësht me I dhon vlerë, sepse aty është kibla e muslimanëve, aty është vendi ku drejtohen mas pari fytyrat e muslimanëve, pastaj drejtohen edhe zemrat e muslimanëve. Pra është ajo kibla dhe drejtimi jonë me të cilën ne drejtohemi në ibadetin më të rëndësishëm. Drejtohemi në namazin tonë, drejtohemi në dua dhe në lutjet tona. Pra është e preferuar që besimtari edhe kur të lutet me u drejtu Kaçabja,
sepse ajo është kibla, është drejtimi jonë me cilin ne orientohemi. Prandaj të nderuar besimtar, Allah Azza wa Jall në betimet të cilat i ka bërë për vende, janë vende të pakta për të cilat është betuar Allah Azza wa Jall. Njëra ndër to është Mekja. Pra e gjithë toka është e Allahut, mirë po vendet në të cilat është betuar Allahu për ato vende janë të pakta. Për shkak se ato ose janë vende të shenjta, ose ka një veçori dhe një rëndësi të veçantë tek Allah Azza wa Jall. E padyshim prej vendeve më të dashura, ose më e dashura tek Allahu, cilën Zoti e ka zgjedhur që shtëpia e tij për të adhuruar Allahun Azza wa Jall të ndërtohet në atë vend, e kjo është Mekja e nderuar. Pa kjo është Mekja, ai vend i bekuar, cilën Allah Azza wa Jall i ka lidh jo vetëm trupat, mirë po i ka lidh edhe mendjet, edhe shpirtat e besimtarëve e drejt saj. Qofshin atje kur e vizitojnë, qofshin edhe jashtë saj, ndoshta edhe me qindra dhe mijëra kilometra larg, mirë po ne drejtohemi nga ajo çobja në ibadetin më të madh që është namazi. Prandaj të nderuar besimtar, kjo ja shton vlerën edhe më shumë këtij vendi tek Allahu i lartësuar. Ja shton vlerën edhe peshën të cilën e ka zgjedh Allahu Azza wa Jall për atë vend. Prandaj të nderuar besimtar, Allahu Azza wa Jall ka deshur që shpallja më e rëndësishme, domthonë libri më i mirë, me zbrit në atë vend, edhe shpallja me dorë dhe më përhap në të gjithë botën prej atij vendi. Pra atë është burimi prej qiellit të dynjos. Allah Azza wa Jall e ka zbritur Kur'anin nëpërmjet Xhibrilit në Mekë. Pra ka zbrit në vendin më të shenjtë ose vendin më të mirë, e ka zbrit në krijesën më të mirë, në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka zbrit librin më të mirë që Allah ka zbrit ndonjëherë, ajo është Kur'ani. Pra gjitha këto gërshetohen edhe bashkohen tek Mekja e bekuar. Pra çdo sen e cila është më e vlerëshme, Allah Azza wa Jall ka dëshmë lënë që të bashkohet në atë vend, pra të jenë aty prezant në një vend të vetëm. Pra vendi më i shenjtë, më i mirë është Mekja edhe më dashur tek Allah Azza wa Jall. Pra sa dush që vendet tjera të jenë të bukura natyrore, të jenë vende prallore, të janë vende të cilat kanë lumejnë e burime, gjelbrime, çka dush bukuritë kësaj dynjoje, Allahu e don atë vendin më shumë edhe e ka ngritur për atë vlerën e saj. Sa i përket njerëzve, Allah Azza wa Jall ka deshur që njeriu më i mirë njerëzimit, prej Ademit alayhis salam deri në fund të dynjos, të lind, të rritet dhe të vijë shpollja në atë vend. Pra bashkohen dy gjëra më të vlerëshme. Edhe treta është libri më i mirë, të cilën Allah Azza wa Jall e ka zbritur mbi sipërfaqen e tokës në historinë njerëzore, është padyshim Kurani, edhe prapë ka zbritur në Mekë tek njeriu më i mirë. Por gjitha këto vlera, të cilat Allah Azza wa Jall ka deshur m'i dhënë atij vendi, ai i ka sepse i meriton. Edhe tek e fundit është urdhër dhe dëshira Allah Azza wa Jall me zgjedh cilën dush njeri, cilën dush libër, cilën dush vend për me botë shenjt ose për me ngrit vlerën atij njeriu atij vendi. Pra është dëshira dhe urdhri Allah Azza wa Jall që me i dhon vlerë kujna të don ai, sepse tek e fundit të gjithë jemi krijesat e tij, edhe Allah Azza wa Jall pse e ngrit dikan, edhe pse jep vlerë dikujna, Zoti e ka një urtësi, edhe e ka një qëllim. Pra ka një qëllim. Çu ka thonë Ibn Kaimi se Allah Azza wa Jall ka shikuar në zemrat e gjithë njerëzve dhe nuk ka po zemër më të mirë se sa zemra e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, domthonë më e pastër, më e çeltër për me pranuar fjalën e Zotit. Edhe thotë nuk ka po zemra më të mira për me u kon shok ose për me shoqëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se sa shokët ose sahabët të cilët kanë jetuar me pejgamberin e Islam. Por nuk ka pas njerëz të cilët e meritojnë me bart mesazhin e kësaj fjale. Edhe me transmetu tek njerëzit e kështu gjenerat pas gjenerate se sa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk ka brez i cili ka jetuar mbi sipërfaqen e tokës që është brez më i mirë se sa brezi i pejgamberit alayhis salam, se sa brezi i sahabëve. Prandaj Allah Azza wa Jall ka përmendur në Kur'an edhe i ka lavdëruar. Por gjitha këto vlera dhe virtyte janë sepse Allah Azza wa Jall ka deshur me ia dhënë atë merit, sepse e meritojnë edhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tyre, padyshim i meritojnë këto lëvdata
edhe këto ngritje të cilat Zoti ua ka dhënë njerëzve të mirë dhe të devotshëm. Pra ajeti por është që Allah azza wa jall po betohet në Mekën. Pastaj ajeti i dytë thot Allah azza wa jall duke vazhduar wa anta hillun bi hadha al-balad. Edhe ti je duke qëndru në këtë vend. Pra Allah azza wa jall e ban më njëherë lidhjen e Mekës bashkë me lidhshmërinë e jetës së pejgamberit alayhis salam, bashkë me lidhshmërinë e veprimtarisë edhe lindjes së tij dhe rritjes së tij në Mekë. Pra Allah azza ka dëshmë me bëni lidhje, se nuk është shpot që Mekja është një vend i shenjtë, mirë po aty është njeriu më i mirë. Aty ka lind një pejgamber, pejgamberi i fundit, vula e gjithë pejgamberëve. Pra njeriu më i dashur i cili ndërmjetson në ditën e gjykimit, kur asnjë njeri nuk guxon me marr këtë kompetencë edhe këtë nismë për me fillu dita e gjykimit, që të nismë me merr pejgamberi alayhis salam. Pra që të përgjithësi e kryen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E Allah azza wa jalla e ban gjithmonë lidhjen e Mekës bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, këtu Allah azza wa jalla e përmend një term tjetër. Pra ti qëndron, mirë po thot Allah azza wa jalla hilum bi hadha al-balad, është për qëllim se ty të është leju diçka, do thonë disa veprime çka nuk është leju për njerëzit e tjerë. Pra Allah azza wa jalla Mekja që është vend i shenjtë, edhe nuk lejohet me u bë disa veprime, disa harame në atë vend, Allah azza wa jalla ja ka leju pejgamberit alayhis salam, çu do ta shpjegojmë tash. Për shkak se fjala hil është me ta bën halal diçka e cila ka qenë ndaluar. Edhe kjo prapë vazhdon e ndaluar, mirë po Allahu përkohësisht e ka bërë të lejuar luftimin në Mekë, sepse luftimi në Mekë, lufta në Mekë është haram. Por nuk lejohet me luftu në Mekë. Ai është vend i shenjtë edhe duhet të respektohet shenjtëria e saj. Pra ka qenë haram edhe për pejgamberin alayhis salam me luftu, mirë po pejgamberi alayhis salam e ka çliru Mekën. Pra e ka çliru. Pse atëherë ka vepruar pejgamberi alayhis salam? E ka vepruar në bazë të këtij ajeti. Që domethënë se Allah azza wa jall ja ka leju pejgamberit alayhis salam me luftu dhe me çliru Mekën për një periudhë shumë të caktuar edhe ato periudhë të ditës. Pra deri sot kryhet misioni të cilën ka dashur pejgamberi alayhis salam me realizu. Edhe të nderuar besimtar, kjo ajet, kjo sure në përgjithësi ka zbritur në Mekë. Dhe çka është mrekullia e kësaj sure? Është mrekullia bashkë në këtë ajet. Që Allah azza wa jall ka dashur me i dhënë shenjë pejgamberit alayhis salam, i cili ka qenë në vështirësi, i cili ka qenë gjithmonë në probleme, ka has në rezistencë, domethënë për thirrja e pejgamberit alayhis salam. Edhe në këtë rast Allah azza wa jall i ka thonë pejgamberit alayhis salam, ja ka bën me shenjë, domethënë është shenjë edhe isharet të cilën Allah azza wa jall ja ka dërguar pejgamberit alayhis salam nëpërmjet këtij ajeti se ti ke me çliru këtë vend. Pra Allah azza wa jall ja ka dhënë një isharet se ti ke me çliru këtë vend, ke me pastru për gjithë idhujve dhe idhujtarëve dhe çka dush e cila është në kundërshtim me parimet e fesë. Pra pejgamberi alayhis salam gjithë ato vështirësi, Allah azza wa jall ka qenë një sinjal se ku më ardh koha që ti ke me çliru këtë vend. Por ku më bë halal për ty diçka çka në realitet është ndaluar. Pra ki më ardh me luftu, mirë po Allahu ku më ta leju por koshesht. Pastaj apet bëhet haram. Edhe këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend dhe ka përshkruar në hadith në të cilin ka thonë inna hadha al-balad harrama Allahu yawma khalaqa as-samawati wal-ard fa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawm al-qiyam. Thot ky vend është për qëllim Mekka. Thot është vend haram, do të thonë është haram lufta, është haram disa veprime me prish pemët e saj. Gjuetia është haram në atë vend. Do të thonë janë shumë disa veprimtari që jashtë Mekës guxon me i bë ose lejohet me i bë, mi po brenda Mekës nuk lejohet me i bë. Brenda vendit i cili konsiderohet i ndaluar. Pra Allah azza wa jall po thot pejgamberi alayhis salam e ka bë haram me luftu e me i bë çdo veprime prej momentit kur e ka kriju qiellin dhe tokën. Domthonë nuk është vetëm prej pejgamberit alayhis salam, mi po prej krijimit të qiellit dhe të tokës është haram me bë luftë, sepse ai është vend i shenjtë, edhe me bë veprime tjera të cilat i përmendëm. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la ba'du shajara la ba'du shajarahu, nuk lejohet as pemët e saj me i prej.
Pra nuk lejohet. Edhe kjo është vepër e cila e ka haramin e vet, e ka sanksionimin e vet. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa inna ma uhillat li sa'atu min an-nahar." Ndërsa mua Allah azza wa jall më ka leju me luftu, domethënë një pjesë të caktuar të ditës. Pra një pjesë të caktuar të ditës, që nënkupton se Allahu në kohën kur pejgamberi islam ka ardhur për me çliru Mekën, pejgamberi islam ka ardhur me luftë ka çliru. Nuk e ka çliru me tjetër sen, sepse thirrja e tina nuk ka has në mirë kuptim, ka has në rezistencë. Edhe pejgamberi islam është detyruar që nëpërmjet kësaj metode me çliru Mekën. Edhe është çliru Mekja, lufta është domthon ky ajet e ka leju që Allah azza wa jall në këtë periudhë mja leju pejgamberi islam me luftë me çliru edhe me pastru atë vend prej shirkut, prej idhujtarisë, prej putave, prej çdo sene e cila e prish besimin e muslimanit. Prandaj thot pejgamberi islam: "O qad aadat hirmatuha al-yawm ka hirmatiha bil-ams." Pasi që është çliru Mekja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Me të vërtetë prap është kthy shenjtëria e saj. Çu kon dje është edhe sot." Pasi që është çliru Mekja, pejgamberi sa më ka thonë që tash te pasi është çliru Mekja, lufta është ndaluar, çu ka qenë ndaluar dje, edhe do të jetë deri në ditën e Kiametit e ndaluar. Çka nuk kupton se Mekja njerëz çlirohet edhe mbetet e lirë, do të thonë në dorën e muslimanëve deri në ditën e Kiametit. Edhe për ato nuk lejohet në atë vend në i bën këto veprime, sidomos lufta e cila është për gjunave të mëdha, nuk lejohet që me derë gjak në atë vend, se është vend i shenjtë të cilën Allah azza wa jall e ka zgjedhur që të adhurohet në to. Prandaj të nderuar besimtar, e kuptojmë që Allah azza wa jall e ka nderuar Mekën, e ka nderuar pejgamberin islam, i ka nderuar banorët të cilët banojnë aty. Pra i ka nderuar edhe banorët të cilët nderojnë, jetojnë aty, edhe Allah azza wa jall i ka nderuar edhe i ka siguruar edhe prej frikës, domethënë nuk do të ketë luftë, mirë po i ka siguruar edhe prej varfrisë, sikur se ka ardhur në suratul Idha jaa nasrullahi wal fath, pra në suratul Nasr. Po Allah azza wa jall i ka siguruar banorët e Mekës se për shkak të shenjtërisë, Allahu ka bërë dy sigurime ose dy garanci. E para është fukarallaku dhe varfria nuk do të jenë pjesë e banorëve të saj, edhe do të jenë të sigurt në jetën, në familjen dhe në pasurinë e tyre. Po këto janë siguri të cilat Allah azza wa jall ja ka dhënë këtij vendi. Prandaj edhe ajeti i tretë dhe i fundit për ligjëratën e sotshme është se Allah azza wa jall ka vazhduar duke thënë: "Wa walidin wa ma walad", edhe betohet Allah azza wa jall në ata i cili ka lind, do të thonë lind, edhe në ata i cili do të lind. Allah azza wa jall betohet në prindërit edhe betohet në pasardhësit. Pra ai i cili lind, i lind do të thonë të tjerët janë prindërit, ata i bojnë fëmijët. Pastaj Allah azza wa jall betohet edhe në prindërit, në pasardhësit të cilët vinë, për me tregu atë rëndësinë e njerëzimit. Komentatorët thonë këto është për qëllim Ademi alayhis salam me gjithë pasardhësit e tij deri në ditën e Kiametit. Një komentim tjetër është se Allahu ka dëshirë me përmend për shkak të vlerës Ibrahimin alayhis salam me gjithë pasardhësit e tina. Mirë po, një koment i cili është më i përafërt është se për qëllim Allahu ka dëshirë me tregu vlerën e të qenit prind, mirë po dhe të qenurit evlad. Pra se cili e ka vlerën e vet, ka dëshirë me ngrit lart këtë status të njerëzve. Pra ka dëshirë me ngrit lart që Allah azza wa jall me i dhon vlerë. Me i dhon vlerë prindit, do në prindërve në përgjithësi, mirë po me i dhon vlerë edhe evladve. Prindërve në respektimin e tyre, me i dhon vlerë pasardhësve në edukimin e tyre. Pra se cila në bazë të pozitës e vet, Allah azza wa jall neve na përkujton edhe kështu atë esencën e prejardhjes. Esencën e prejardhjes së njeriu. Pra Allah azza wa jall ka dëshirë me thonë që na ju kena kriju prej një njeriu, prej Ademit dhe prej Havës, edhe gjithë ata fëmijë të cilët kanë ardhur gjenerat pas gjenerate, prap e kemi një burim i cili neve na bashkon. Prap e kemi një vend piknisje që kallëzon neve piknisjen dhe fillimin e njerëzimit. Por nuk jemi të pafund, domthonë pa fillim. As nuk jemi të pafund.
Ne njerëzimi e ka një fillim, edhe ka edhe një mbarim. Pra ka fillimin me Ademin a.s. Edhe tek i fundit kush do të jetë, vetëm Allah azza wa jalla e din se kush do të lindë i fundit në jetën e kësaj bote. Pra Allahu po do të na tregojë neve atë mirësinë të cilën e kanë prindërit, e jep me kuptu evlatëve, domethënë rëndësinë të cilën do të më pas në jetën e tyre, rëndësinë e prezencës së tyre sa janë gjallë. Sepse dikush rritet pa prind, rritet jetim, mirë por una Zot mos m'ia ditë vlerën ata të cilët i kanë. Pra në mungesën e tyre, njeriu a di vlerën. Mirë po edhe rëndësishme edhe una tjetër, Allahu më tregu atyre të cilët janë prind, m'ia kallëzoi rëndësinë e evlatëve, edhe rëndësinë dhe begatinë të cilën e kanë kur Allah azza wa jall e furnizon një çift me evlat, qofshin vajza, qofshin djem, Allah azza wa jall jep rëndësinë edhe nimetin, edhe atë mirësinë të cilën e kanë prezenca atyre në jetën e çiftit bashkëshortor. Pra kjo është një prej nimeteve më të mëdha të cilët Allah azza wa jall u jep njerëzve, mirë po duke u treguar edhe për rëndësinë dhe përgjegjësinë të cilën e kanë ata në edukimin e gjeneratave të reja të cilat vijnë njëna pas tjetrës. Pra Allah azza wa jall çdo sen të cilën e po e përmend për me tregu vlerën e saj. Qoftë Mekja, qoftë pejgamberi sa të cilën po e përmend, i dim vlerat e tyre. Mirë po e dim edhe vlerën e prindërve, që ata janë sebeb se ekzistojmë, mirë po duhet ta dim edhe vlerën e pasardhësve të fëmijëve, të cilët do të vinë dhe përgjegjësia për përcjelljen e gjeneratave njëra pas tjetrës, mirë po rëndësia dhe përgjegjësia për edukimin e tyre në frymën e parimeve të fesë së Allahut azza wa jall. Elusmi Allahun azza wa jall na bëjë të dobishëm kudo që jemi dhe këto fjalë dhe këto derse të bëjë të dobishme deri në ditën e Kiametit. Elusmi Allahun azza wa jall që na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Aquli qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.